nuk të detyron, apo jo, nuk të detyron njëri të pëlqesh Edi Ramën, ti mund të pëlqesh Ilir Vrenozin, që është lideri i vërtet. E pat apo jo? Po kur thosha unë, thoshin tallet ky. Ai është njëshi i vërtet i Partisë Demokratike. Fjalët e tij në sallë në Korçë janë programi i vërtet i Partisë Demokratike. Ai është programi. Ajo është fryma. E pat si u egzaltua gjithë salla kur ai bënte aluzione erotike për mua? Sepse këneta e ka shumë thellë kompleksin e inferioritetit. Prandaj bën ashtu. Edhe prandaj s'lën rast pa u munduar që të më hedhin mua në një dritë sigur unë kështu e unë ashtu. Dhe të diskutosh midis Partisë Socialiste, tek numri 5, dhe Ilir Vrenozit, është njësoj si të diskutoje në mars të 92-shit midis Partisë Demokratike dhe Justin Milloshit. Është njëjta gjë. Pse vajti populli votoi Partinë Demokratike në mars 92-shit, masivisht? Nuk ishim me Partinë Demokratike shumica fare. Dhe kjo është kaq e vërtet sa 6 muaj më mbrapa kur u bën zgjedhjet lokale, shumica e rrëzoi Partinë Demokratike. Kur u bë referendumi në 94-s, se sakatoi fare bufin e kënetës, por ama në mars i dha mbështetje, sepse ishte koha e dur dhe vendi i dur për ta mbyllur një herë mirë kapitullin e gjatë një historie me një sistem tjetër dhe për të përqafuar rrugën e Europës. Njësoj është edhe 11 maj. Është kohë e dur, vendi i dur dhe ka vetëm një forcë të duhur në vendin e kohën e dur ku ta investosh votën pa e çuar dëm, pa e hedhur në kënet. Ta investosh votën për fëmijët e tu. Ta investosh votën nëse je një bujk, se këtu ka demokratë, unë nuk e di, ka akoma demokratë në Skrapar. Kaca, vazhdojnë me atë të tyren. Respekte, s'ka problem, se juve kur ju thot koka kështu, nuk ka zot që ja u kthen kokën. Po ama, të jesh bujk në Skrapar, e të kesh mundësin të votosh, por ta sjell Bashkimin Evropian këtu. E di çfarë do thot që Shqipërisë t'i vinë 300 milion euro në vit vetëm për bujqin. Vetëm për bujqësinë. Nga Bashkimi Evropian. Si mund thuash jo se dua kënetën? Do më thënë të jetosh buz kanioneve edhe të ndërrosh kënetën. Kjo s'është normal. Kjo s'është normal. Ti jetosh me shqiponjat edhe të kërkosh bufin. S'është normal. Nuk është normal, nuk i shkon kjo Skraparlive. Megjithatë, secili do bëj zgjedhjen e vet, unë jam i sigurt që në fund të ditës shumë kush do reflektoj. Shumë kush do reflektoj. Është shumë e qartë tani. Alternativa e BE-s është këneta, është bufi dhe e ardhmja e kënetës është Ilir Vrenozi. Mos e merrni me të qeshur. Mos e merrni me të qeshur sepse u tregua shumë qartë në qytetin që quhej gjithmonë Parisi i vogël, në qytetin e serenatave, në qytetin e borsalinove, në qytetin e karnevaleve, në qytetin që mbante era Europë përpara luftës së dytë botërore, dje e pat kush e mori pushtetin në opozit, Ilir Vrenozi. Dje e pat se si bufi dukej i mbaruar dhe i larguar, de facto është i larguar. De jure, mbasi me të majt, do shikoni ku Ilir Vrenozi sulmoi Tiranën, që të marri pushtetin atje. Pushtetin e kënetës, do me thënë.